إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مرشد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Allahun e falenderoj për ti falë dhe ndihmë kërkoj, dëshmoj se nuk i takon adhurim as kujt me drejt përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob i dërguar i tij, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që i përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Pleqëria është ligj i pandryshuar shumë i Allahut te krijesat e tij. Çdo njeri prej neve ecën drejt asaj periudhe. Disa veç më e kanë arritur e disa tjerë kalojnë periudhë pas periudhë derisa ta arrijnë këtë moshë. Normalisht fatmir i suksesshëm është ai i cili e kujton dobësinë e tij dhe e kujton nevojën e tij. E kështu është në shërbimin e njerëzve dhe në shërbimin e të dobtëve dhe po ashtu atyre të cilët janë në moshën e tyre apo pleq. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nuk është prej neve ai i cili nuk e respekton plakun, nuk e mëshiron të riun dhe nuk ja jep hakun dietarit. Nuk është prej neve, qëllimi është nuk është në rrugën tonë, në rrugën e Islamit, në rrugën e pastër, në rrugën e sunetit pejgamberit Allahut azza wa jall. Këto tre cilësi që i përshkruaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, padyshim nëse janë te një njeri atëherë përgëzoje me të mirë, e nëse jo atëherë lutu për të, sepse me të vërtet ka nevojë për lutjen tënde. Pleqt janë të ngjidhi i jetës. Ata u lodhën, qëndruan pa gjumë, punuan, u angazhuan, kontribuan, mbollën, kurse ne sot i vjelim frytat e tyre. Ata pleq, të cilët ne sot zakonisht i neglizhojmë, zakonisht i përbuzim edhe i nënshmojmë. Si duhet që ne t'u akthejmë këtë mirë atyre që e bën për ne, sepse edhe shtëpitë tona, po edhe rrugët e tona, po edhe atë që e shohim me sytë e tonë, janë kontribut, janë mund, janë lodhje e punëve tëre dhe mundimeve tëre. Ne sot zakonisht i përbuzim se nuk din, zakonisht i nënçmojmë ata se nuk kanë njohuri dhe nuk kanë dijeni, si duhet që ne cilemi me ta realisht, si na mëson neve Islami të sillemi me ta, ati përbuzim e ti nënçmojmë, apo ti respektojmë e ti nderojmë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, prej madhështisë së Allahut është respektimi i një burri musliman i moshuar në moshë. Prej madhështisë së Allahut, nëse e do Allahun dhe do për me madhështu Zotin tënë, atëherë e respektoje një të moshuar i cili veç më ka hyrë në moshër e thyer edhe është bë plak. Kjo e tregon dashninë që e ke në zemrën tënde për Allahun azza wa jall. Do të thotë që respektimi i të vjetrit është ibadet. Respektimi i të vjetrit të ngrit gradat tek Allahu azza wa jall dhe të ngrit gradat te autoriteti jot, dhe po ashtu respektimi i pleqve është vepër e cila të afron deri tek Allahu azza wa jall. Para mendoje ti tash, sikur të vije prindi yt apo prindërit e tu, apo ndonjë plak i cili është prej familjes tënde, edhe troket nder edhe ti nuk ja hap derën atij dhe nuk i përgjigjesh atij. Para mendoj ti tash veten tënde nesër kur do të shkosh te fëmijët e tu, apo kur do të shkosh te një i afërmi i yt i cili është më i ri se sa ti. Troket në derën e tij e ai fare nuk të përgjigjet edhe nuk të hap derën. Si ngjesh ti? Si do jetë gjendja jote? A do zemrosh? Padyshim që po. Secili prej neve zemron, sepse kjo është edhe natyra e njeriut dhe pret secili prej neve që ta ketë një lloj respekti që e meriton, e ai i cili është prind, ose është më i vjetër në moshë, ose është plak, e meriton edhe shumë, edhe më shumë se kaq. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, respektoni prindërit tuaj, do t'ju respektojnë familjet tuaj. Kështu shkon. E respekton prindin, do të respektojë edhe familja me lejen e Allahut azza wa jall. Bamirësia ose mirësia është borxh, edhe është sjellje që neve na kthehet padyshim. Edhe ne sot që e mbjedhim te prindërit e tonë, te pleqët e tonë, atë do ta korrim nesër, ose do ta korrin atë fëmijët e tonë,
te ne, ashtu si veprojnë, ashtu do veprohet me lejen e Allahut azza wa jall. Edhe një njeri te pejgamberi sa edhe I tha ja Rasulullah, a dal betej, muslimanët ishin betej, edhe betejet ishin shumë të rëndësishme dhe prezenca ishte tejmase e rëndësishme. Edhe I tha pejgamberit Allahut azza wa jall, a prezantojnë betej, po I kanë prindrit e mi pleq. Pleq do thotë që kanë nevojë që dikush të kujdeset për ta. Përndryshe do ishte problem dalja e tij sepse nuk ka kush kujdeset për ta. Atëherë pejgamberi Allahut azza wa jall I tha, qëndro me ta sepse beteja jote realisht është në respektimin e tyre. Pejgamberi Allahut azza wa jall I dha përparësi respektimit të pleqve, respektimit të prindërve pleq në moshë të thyrë që kishin nevojë për familjen e tyre. Ma shumë I dha rëndësi se sa ai që dalën betej, sepse kishte kush luftonte dhe kishte edhe qerë që ishin të fuqishëm dhe mundishin që ta zaventësojnë atë. E do thotë që në këtë rast pejgamberi Allahut qartë na e përçoi këtë mesazh se çfarë respekti duhet me pas muslimani ndaj një të moshuari që është plak e veçantë nëse është prindi yt. Andaj o ju tri, mos e shndërroni pleqërinë e të dashurve tuaj në dhembje e cila do t'ja shkaktoj atyre vetmia dhe mos e lini ata vetëm të qëndrojnë në përdhoma, po qëndroni me ta dhe rrini me ta dhe uluni me ta, bashkëbisedoni me ta. Fjalët e tyre nuk janë përveç perla të cilat përçojnë përvoj jetet të cilën nuk ka mundësi për me marë as në shkollë, e as në universitet, e as dikundi tjetër, po ata do të japin gjysmën e jetës së tyre me përvoja që e kanë përjetu dhe do të mësojnë shumë përvoja tjera që I kanë pas dhe I kanë dëgju që ti ndoshta nuk e pas mundësi as me I pa e as me I dëgju, andaj qëndroni me ta dhe mësoni prej tyre urtësinë dhe mësoni prej tyre durimin edhe sabrin edhe dhurojen atyre kohën tuaj, zemrën tuaj dhe poshtu bosjeshen tuaj, sepse kjo padyshim që juve do që jape dritë në zemrat tuaja dhe poshtu do që jape dhe bereqet në jetën tuaj. E lusë Allahun që da banë prej tyre. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Plaku te ne nuk është një trup I cili jeta e ka lodhur. Nuk është një kokë që thinjët e kanë mbushur, po për neve është një libër I mbushur me urtësi, një pemë e cila është e dendur me përvojë edhe në bën hije. Për neve, padyshim që plaku ka peshë edhe ka rëndësi. Ai ta shkurton jetën, ta shkurton rrugën me fjalën e tij dhe poshtu të udhëzon te ka e drejta me heshtjen edhe me vështrimin e tij. Andaj kur ulet një plak me një ndej, vetëm se atë ndej e mbizotron respekti. Kur ai flet, vetëm se e zbukuron maturia edhe serioziteti. Dhe poshtu ai plak kur qëndron me një mezhlis dhe heshtën, heshja e tij është tesar dhe heshja e tij është mësim para se të fole ai me fjalët e tij. Andaj vështroje mirë fjalimin e tij dhe kujdesu mirë për fjalët e tij dhe dëgjoj mirë me vëmendje atë që e thot dhe atë që e besedon për shkak se përfitimi I jot do të jetë shumë I madh. Andaj sa humbje e madhe që është mos respektimi dhe neglizhimi I tyre, e sa përfitimi I madh dhe sa lumturi e madhe dhe sa fitimi I madh që është respektimi dhe nderimi I tyre. Pleqëria është dobësi që vije pas një periudhe që është periudha e fuqisë dhe është nevojë, pas një periudhe që vije që deri gjë nuk ke pas nevojë për askënd. Andaj respektimi një plaku, respektimi një të moshuari është ibadet dhe poshtu ai I cili e respekton dhe I cili I ndihmon, Allah Azza wa Jall do ta mosherojë atë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nuk ka një I ri I cili e respekton një plak për shkak moshës së tij, veçse Allahu do që dërgoj atij në pleqëri një person I cili do të kujdeset për të. Andaj kush e neglizhon familjen e tij, e në veçanti pleqe familjes së tij, le ta di që nesërmen do ta neglizhojnë familjarët dhe do ta neglizhojnë edhe fëmijët e tij. Andaj vepro sikurse dëshiron që fëmijët e tu të veprojnë me ty. Një shoqëri e cila I neglizhon plesha e saj shoqërie me të vërtetë shoqërie përbuzur, e cila nuk meriton që të respektohet dhe meriton poshtrimin dhe dënimin e Allahut Azza wa Jall. Një shoqëri e cila I ngrit pleshat e saj,
i respekton, edhe i nderon, edhe kujdeset për ta, ata e meritojnë që të respektohen edhe që të nderohen. Sepse plaku, siç e përmenda, me të vërtet ka kontribu dhe ka dhënë dhe është mundu dhe ka qëndru pa gjumë që sot gjeneratat e reja të vinë dhe të jenë stabil, dhe ka punu për brezat e rinj që ata kur të vinë ta kenë sa malet. E andaj kur nuk respektohen, secili le ta di që vetëm se rruga e tyre do qetë rruga e shkatrimit edhe rruga e dobësisë. Pleq nuk janë barë, nuk janë ngarkesë, si që ankon disa prej fëmijëve ose disa prej antarëve të shoqërisë sonë, po përkundrazi, pleq janë thesar i mbushur me pella, të cilët përçojnë urtësi edhe përçojnë sabër edhe përçojnë do të thotë mësim. Andaj kush është privu nga qëndrimi me ta, vetëm se është privu nga gjysma e historisë dhe nga gjysma e mendjes, ashtu siç e përmendin. Do të thotë ne si musliman e kemi për obligim që t'i respektojmë edhe t'i nderojmë, për shkak se kjo është feja jonë, kjo është Islami jonë. Ne nuk kemi bindje qera, sikurse veprojnë disa prej civilizimeve qera, të cilët plakun e përbuzin edhe në nënçmojnë. Ai nuk ka ku të shkojë përveçse në për shtëpitë e pleqve dhe nuk ka ku të qëndrojë te shtëpia e tij. E sot fatkeqësisht këto bindje janë vetëm se duke u përcjell te shoqëritë tona, sepse ne shohim se disa prej muslimanëve, të cilët prindërit e tyre i kanë eduku dhe i kanë mësu dhe janë mundu për ta dhe gjithë jetën e kanë sakrifiku për ta, megjithatë nuk e gjejnë kujdesin prej fëmijëve të tyre në pleqëri. Përkundrazi i lënë të vetëm, nuk ju flet askush, sepse gjali ose burri i jep përparësi gruas së tij dhe bindjeve të saj, sepse asaj i vjen rënd që të kujdeset për prindin e burrit të saj. E kjo patyshim që është përbuzje edhe është në zhvim i mjera i fëmijës, ai fëmijë është i cili i jep përparësi gruas para nënës ose i jep përparësi gruas para babës së tij, për shkak se kështu nuk na mëson Islami. Islami nuk nxit as gruan ta përbuzim, por na nxit ne bashkarisht që t'i respektojmë ata, sepse edhe ajo ka babë, edhe ajo ka nonë, e nëse dikush ja bën babës së saj edhe nënës së saj, vetëm se dëgjoj ankesat e saj se çfarë thot ajo dhe çfarë flet ajo, megjithatë kur është mbyqje vjerri apo vjerra, vetëm se mundohet ta përbuzë apo ta nënçmojë, pavarësisht asaj që i ka punu dhe që kanë bërë me ta, megjithatë respekti leqet për Allahun azza wa xal, sepse kështu fitohet shpërblimi te Allahu azza wa xal. Andaj pleq për neve janë deri xhenetit, pleq për neve janë mundësi për ta fituar kënaqësinë e Allahut dhe poshtu për t'i larë gjunat e tona dhe poshtu për të ngrit veprat e tona dhe poshtu për të ngrit autoritetin jon, sepse Allahu azza wa xal nuk e poshtron një rob i cili kujdeset për pleq, veçanërisht për prindërit e tij. Andaj kush dëshiron lumturi dhe kush dëshiron kënaqësi në dunjë dhe poshtu në ahiret, le të respektoj të moshuarit, le të respektoj pleq dhe le të respektoj pleq të familjes së tij, veçanërisht prindërit e tij. E lut Allahun azza wa xal që Allahu ta bën prej tyre, dhe lut Allahun që prindërit e tonë Allahu të mëshiron, dhe lut Allahun që çdo njeri prej tyre Allahu ta fal, dhe poshtu e lut Allahun që neve të na forcon. Wa qulu qawli wa astaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.